Unë isha 18, vajza ishte 15 atë. Ai kishte prindrit e ndarë. Nuk e donjë këtë. E ama e thoshte, jo është fshatar, jo kështu. E thashun që këtu e këte nuk e punë më me mua. Është turp të hapësh telefonin. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, ju tashmë e dini, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Por jo gjithçka thuhet në live me Odetën, një pjesë apo momente kulminante dhe të vështira që ndoshta e rëndë për të dhënë gjithçka publike, rezervohen vetëm për miqtë e mi të veçantë këtu në kanalin tim në YouTube. Mirë, çfarë do prezantoj sot? Sot do prezantoj historinë e një të riu, 24 vjeçari, nga juglindja e Shqipërisë, nga një fshat i Pogradecit, i cili, le të themi, është lënduar nga ishe fejuara e tij, dhe mbi të gjitha, dhe pse kanë 5 vite të ndarë, ajo vazhdon ta kërcënojë. Unë do të hap dritaren dhe të dëgjoj historinë e Andon Dervishaj për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me jetën e tij dhe pse sot ai ndihet i kërcënuar nga një femër dhe konkretisht nga ishe fejuara e tij. Kështu që e hap dritaren dhe e ftoj. Andon, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni ju? Unë një problem edhe me një bankë sot që vajta për ta mbyllur, edhe më kishte futur borxh, ishte e dash 700 euro. Mirë, do më tregosh problemin që ke, se kjo është arsyeja që më telefonove dhe kërkove që të flisje me mua dhe të ishe këtu. I dashur Andon, unë e lexova mesazhin që ti më dërgove. Ju keni problem me bankën, po keni problem dhe me ish të dashurën. Kjo e ka bërë të dyja. Por mund të ma tregosh historinë nga fillimi, çfarë ka ndodhur? Historia nga fillimi është, unë kam qenë në Itali. Po. Në Napoli, kur jam lidhur me këtë, dhe bëra një foto me nipi dhe më ka shkruar mua. Më ka komentuar. Ti e njohur me vajzën nëpërmjet rrjeteve sociale? Po. Për çfarë viti bëhet fjalë? Viti 2019. Në vitin 2019, vajza është shqiptare apo shtetase italiane? Shqiptare nga Tirana. E qartë, ajo jetonte në Itali? Jo, nuk jetonte në Itali, në Tiranë. Po ajo e pas here i ndryshonte mbi emrat dhe më ka futur shumë probleme kështu. Por mund të më tregosh si vazhdoi njohja juaj, ajo të shkruajti në Facebook dhe më pas çfarë ndodhi? Më pas ndodhi, ishte një problem kjo me familjen, ajo kishte nxjerrë disa herë për jashtë. Dhe pastaj më tha mua vjen më shpëton një kështu dhe ta lidhim një familje bashkë. Dhe unë dina që ishte e mirë dhe ta ndihmonja dhe ta ashtu. Pastaj erdha unë që nga Italia dhe datën 4 shkurt kam ardhur personalisht e kam marrë këtu në Tiranë. Vajza sa vjeç ishte? Vajza ishte, unë isha 18, vajza ishte 15 atë. 15 vjeç vajza? Po. Po shumë e vogël. Po e di. Por si e morët ti në Itali pa një prokur të nënës të babait se? Jo, nuk e kam marrë në Itali, kam marrë vetë që nga Italia dhe kam marrë këtu, në Shqipëri. Ti vendose të lije Italinë dhe të jetoje me vajzën në fjalë në Tiranë? Po, jo në Tiranë, në Pogradec. Ju jeni nga Pogradeci? Po, fshati Mokra. Nga Mokra e Pogradecit. E more vajzën, po vajza e kishte përzënë familja nga shtëpia, pse? E kishte përzënë familja dhe unë, prandaj më vinte keq sikur motrën time, po tash që një në rrugë. Këta e nxirrin për jashtë nga që kishte lidhje me një çun nga Elbasani. Ti erdhe nga Italia dhe vajte në Mokër, ajo hipi autobusin nga Tirana dhe erdhi tek ty. Jo, kam ndenjur për vitin e ri, kam ngrënë vitin e ri dhe kam ardhur personalisht unë, e kam marrë këtu në Tiranë dhe kam ikur prapë në Pogradec. E mori në shtëpinë tënde? Po. Por vajza në fjalë të tregoi të vërtetën pse prindrit kishin konflikt me të dhe e kishin dëbuar disa herë nga shtëpia? Ma tregoi nga që i kishte prindrit e ndarë. Ajo jetonte me nënën apo me babain? Ajo jetonte
me babajin edhe me një njerë. Dhe baba... Nëna e dytë. E qartë, nusja e babait. Po. Po, këta nuk e do një këtë. Dhe e kishte dëbuar nga shtëpia. Po, e nxirrte nga shtëpia vetëm një vllai e përkrante. Por në momentin që ti e more vajzën, babai i saj apo nëna e saj biologjike? Babai i saj sa do t'ju bëj grupën të dyve. Tash unë heja, tash unë merr 3, merr dhe një për vete. Por çfarë ndodhi më pas? Ti e mori në shtëpinë tënde dhe fillove le të themi të bashkëtohej me ato 15 vjeçare. Babai dhe nëna e saj të denoncuan në polici? Më denoncuan, erdhi policia, ajo ta e dua. Dhe bëm një kështu, si prokur në Pogratic, kështu firmosëm të dy. Po. Pastaj më vonë e pim në kafen që erdhën ata. Dhe pastaj aty kur erdhën ata, filluan debatet. Por i dashur Andon, në momentin që ti u fejove, le të themi, e zyrtarizove fejesën tënde dhe babai i saj e pranoi, erdhi piu kafe në shtëpinë tuaj. Ai nuk e pivi kafe në shtëpi, se nuk vinte në shtëpi, e pive në Pogratic. Por i takoi prindit e tu? I takovi prindit e mi, e pranuan atë, se tha e zgjidh ti këmerr, po këta nuk më dojnë mua që të vinja të pi një kafe në këtu, personalisht Tiranë. Por pse nuk të doni ty si dhëndër? Nuk më dojnë, në tha se ti e drogaxhist, ashtu. Po nuk jam nga ata. Po e pastaj ata, ku të shohim në rrugën në Tiranë këtë, do të vrasim. Po kjo nuk ka logjik. Është e pakuptueshme. Ashtu, se erdhëm pastaj, kur tha e dua të çupën në shtëpi, mirë tash. Dhe erdhën në momente të zonje, kështu, jo nuk ma donte edhe mamin pastaj. Jo rrinte telefon, dhe pastaj erdhi i vllai e mori, sa shumë në stil dhe vetë. Vetë nuk vim, tha, ta sillesh në Tiranë, tha se të pret plumbi, ta shumë. Për plumb nuk më pret njeri, ta shumë. Pra, ti ke pasur kërcënime, me sa po kuptoj unë, nga familjarët e vajzës. Por nëna e vajzës... Për të hera, kam hequr dorë nga ajo, pa ajo prap ka vazhduar. Por nëna e vajzës, erdhi e takoi ndonjëherë vajzën tek ju, të takoi ty si dhëndër? Nëna e vajzës më ka folur mua, ka folur mirë. Pastaj se çashtu më solli policin 2 herë në shtëpi. Më vika keq për gjithë histori që po dëgjoj. Andon, sa qëndroi vajza në shtëpinë tuaj? Sa bashkëtuat ju bashk? 9 muaj. Dhe si ka qenë jetesa juaj në këto 9 muaj? Se më tregove pak më parë që zihesh me mamin tim. Po, ziheshe 9 muaj në fillimet që mirë. Po pastaj kishte edhe një problem, kështu që s'kam si ta them, se më vjen edhe si keq, nga që kam fletur, jo nuk e mohoj. Se ishte edhe kështu që i binte si të fikë kështu, nga që të rarat, që i kisha i pashum. E kur e mora unë kishte të nxirë këtu pjesën te. Por kush e kishte dhunuar? Atë nuk e di, ajo nuk ma tregoj. Por ti e kishe grua në krevat, ajo nuk do të tregoj për jetën e saj çfarë i kishte ndodhur, sa shfatkeqësi një 15 vjeçare të ngelet. Më tregoj mua disi kështu kishte patur një lidhje me një çun këtej nga Elbasan. Dhe ai e kishte dhunuar? Po, e kishte dhunuar ai, bilemi e kishin çuar dhe në dajt kështu. Jo që e kishin lidhur kështu, nga që nuk i mante vesh, po nuk i kishin bërë gjë. Se ashtu, pa të çunin e Elbasanit e kam takuar unë personalisht të vetë, edhe e kam rarë. Si, edhe njerë, pasi e fejuara të tregoj që kishte pasur një të dashur dhe ai e dhunonte, ti e gjete këtë person dhe shkove e takove? Po, e takova personalisht, edhe sa më falë. E qartë, por ajo ishte ndarë me atë? Po, ajo nuk ishte me atë më, se e kishin ndarë si e ama, si familjarët, dhe pastaj nga kjo e mora unë atë. E qartë, por me nënën tuaj pse zihej? Me nënën time zihesh që se hynë ato konfliktet pastaj.
jo për kafe, jo për kështu. Ndonjëherë bonte, ndonjëherë pastaj rrinte si e friksuar, më kërcënojnë. Pastaj natën më thoshte ja më çof aty ku më more. E kishin të fiksuar kështu në mendje, siç janë ca goca tash, jo se fliste në telefon kështu. Po kishte ankthë kështu strese si janë të. E kjo është një fatkeqësi. Me ato pak gjëra që ti po më tregon për këtë 15 vjeçare që është dhunuar nga i dashuri, me prindër të ndarë, me një baba që e ka dhunuar, e ka dëbuar nga shtëpia, fatkeqësisht ajo vajzë do posonte diçka. Më ka do keq dhe do ta mbajnë gjerë sa të vdisja, po si erdhën problemet, unë ndam, dhe me të gjitha ato që mirë që bëra unë, dhe nga ajo ditë që jam ndarë, gjeri më këtë ditë unë kam parë një ditë të qetë, është turp të hapësh telefonin. Me fotot e mia me shumë nga këta persona. Por çfarë ndodhi? Se ti po më tregon që e doje dhe do ta mbaje deri në fund të jetës, por ajo ty të donte? Dhe ajo më donte mua, pastaj se si ashtu dhe e ndam problemet me mirë kuptim. Erdhi i vëllai i saj, e mori, dhe tha ja u di për faleminderit, edhe e mori në shtëpinë e vet. Por vllai sa vjeç ishte, më i madh se motra? Vllai ishte më i madh, rreth 18 vjet ishte në atë kohë. E qartë, por unë besoj i dashur andon që vajza ka dashur vetë të iki nga ty, se nuk e ka marrë vllai me zor, besoj. Nga mua iku se i thash unë do të çoj unë, nga që të kam shkëtur dhe e ka goditur mamin tim, nga kjo e kam përdhënë. Wow, po çfarë ndodhi mes asaj dhe nënës tënde që nga goditur, se që nga e rënd, vjera me nusen të goditen? Çfarë ndodhi atë ditë? Pastaj ndodhi që as e kam prekur asgjë, jo mirë të thikë, jo do më vrasësh ti se ç'thoshte. Ajo bënte si e çmendur, e thashun që këtu e këte nuk e punë më me mua. Ajo tha, ti do më losh, tha unë, do të vrasë. Mos sot, nesër, nuk të heq, ja ponte nga zemë. Po si me heq që ti nuk ma do nënën. Por pse e dhunoi nënën tënde, pse e gjuaj ti? Po vetëm e gjojti, jo se e dhunoi kështu, po nuk mbante edhe vesh kështu. Kur ashtu. Nëna i bënte punët, pastaj ajo tha unë kam ardhur për të ndendur për qef, tha jo për të bërë punë. Edhe ka shumë nga këto lloj që nuk e duan, as të vjerin, as vjetën. Ja prandaj kam zgjedhur të jem kështu, gjë parkoje beqar. Por ajo ta kishte shprehur që të jetojmë të dy më vete, se nuk dua të jetoj me nënën dhe babain tënd, ta kishte kërkuar këtë gjë? Jo, ne e bëm që fillim që tha ajo tha do jetoj nga që më duke që në mirë, ku të jetosh ti? Por nëna dhe babai... Të jemë largë zhurmave, tha ajo, dhe largë kërcënime. Po më mirë se që ishte aty të mua, pavarësisht se nuk kam qenë edhe mirë kështu, po më mirë se që kam qenë aty të mua, nuk të gje vend tjetër, se tash e kam marrë vesh shumë që kishin shuar në Londër. Por nëna dhe babai juaj si reaguan kur ti e çove nuse në shtëpi, le të themi, se për pos fatkeqësisë asaj vajze, një 15 vjeçare, në atë situatë që ti e ke gjetur, ti e gjete në rrugë dhe e çove në shtëpi. Si reagoi nëna dhe babai juaj? Ti reagoj që e pranuan, mirë e zgjodhe, e zgjodhi jetën e pranuan. Dhe e di vetëm nëna, kur se babi s'ashtu, po nga që e dua nëna, dhe e dua edhe një gocë kështu. Ja tregove të vërtetën nënës? Po, ajo tha nuk e gjë. Më tha nëna, tha, që menduar sikur t'ja bojnë motrës tënde. Por kur nisën konfliktet mes nënës dhe asaj? Nisën konfliktet se e ama e thoshte do t'i gje unë një burrë për deputeti, se më vjen dhe kështu, rëndë të flasë, lere atë. Jo është flatar, jo kështu. Nëna e saj që ishte ndarë. Pra, le të themi që nëna, babai i saj, vllai i saj nuk të kanë dashur ty si dhëndër dhe je lënduar nga fjalët e tyre. Jam lënduar edhe nga fjalët e këtyre, po më shumë nga ajo që e ka bërë, që ishte martuar me një burrë në Itali. Atë ditë që
e fejuara qëlloi në nënën tënde, ti vendose ta ndaje, t'jepje fund, pas 9 muajve. Ishe ti që i njoftove vllajën e saj të vinte ta merrte? Po e njoftuam neve si familje, që mbledhëm si të bëhet, tash po të rregulloj mirë. Do rrinte me mua që mos bënte asgjë. Unë bile mirë e kam çuar, mos gaboj edhe 3 herë në spital, nga që i binte të fikt kështu, ankse këto. Dhe në gjumë të fliste kështu, dhe unë më shtuar një zgjuar kështu, jo se ashtu, pa jo ishte rrinte si e trembur si kështu. Edhe që ka pasur nevojë për psikolog, sigurisht. po. Por në momentin që ajo iku me vllajën, të ka denoncuar ty në polici për dhunë, që ti ke dashur ta dhunosh apo e ke dhunuar, të denoncoj në polici? Më ka denoncuar e ama, dhe policia i ka thonë, ne e njohim atë djalin, nuk është siç e keni trajtuar juve. Edhe nuk më mora në polici. Sa muaj u bë që e fejuara ka ikur nga shtëpia, le të themi ti vendose ta ndaje, sa kohë bë? Po bërë që në kohën e 18 nëntorit kështu, 2020 që unë ndarë. Nga 4 shkurti që e ka marrën, gjerë në atë ditë ka ndenjë. Gjerë 17 nëntor të shtëpia ime. Të 2020-ës, por nga momenti që iku nga shtëpia jote, çfarë ndodhi më pas me ty? Pastaj me mua nuk jo se donja e donja, dhe kam ndenjur kështu, një vit ashtu. Edhe pastaj kam larguar vetë. Jo dilja vetë, se unë jam mësuar kështu të dalë vetë, jo të mirë me kështu. Edhe kam larguar. Pra, le të themi që ti, edhe pse vendose ta ndaje, e vuajte humbjen e dashurisë. Një vit po. Vajza në Se fjalë. më vim të keq, jo për në gjë. Po tash nuk më vim keq se më kanë sjellë shumë probleme. Jo këtu në bankë ku kam hyrë në punë, dhe e di që e ka bërë ajo, se ajo më shkrujti dhe i kam mesazhe këtu. E shikon si të ngjan, sa kur më le mua. Por çfarë ka ndodhur konkretisht? Do me thënë, ajo është hakmar ndaj teje për shkak se ti e ndave, në çfarë lloj forme? Do me thënë, çfarë të ka bërë ty ajo vajzë? Që sot i ndihesh i përcaktuar. Më ka vdekur mua prindrit. Nga ana e babait dhe nga ana e nënës, dhe ju hapte ftesë dhe llafet nga më të turpi, se unë të flas si nënën time dhe nuk i përmend dot atë. Pra, le të themi që ajo vajzë në rrjetet sociale shkruante keq për ty. Po. Kujt i shkruante? Familjarëve të tu? Jo, familjarëve të mi nuk i shkruante, po me njerëzit personalisht që kanë vdekur nga ana e mamit dhe nga ana e babit. Por nga Ju hapte adresë kështu siç e kishte në emrin, dhe shkruante pastaj që nuk t'ju vinte përmbar, kurse unë bilemi gjyshin nga mame, e kam vrarë që më kohë të parë dhe nuk e kam parë, se punonte me këto gabinat e telefone, edhe për atë më ka ardhur keq kur ma ka ofenduar personalisht. Dhe i kam thonë, më falë se të ndëpreva, unë po të gjitha sa shumë, o do më vrasësh o do të vrasë. Se unë nuk e kam parë, kur atë gjyshit. I dashur Andon, e kuptoj që je lënduar nga të gjitha këto fjalë që janë shkruar në rrjete sociale të ndryshme dhe ti dyshon se mund të jetë ishe fejuara jote. Pas sa kohësh? Ajo ma tha personalisht mua, këtë që do të bëjmë neve, tha jemi shumë dhe kam dalë vetë. Dhe nuk më ka dalë asnjëri të më ndërpresi rrugën kur jam i drejtë. Por pas sa kohësh filloi ajo të hakmerrë ndaj teje? Ajo sa iku bëri një 2 javë nga këto adresa, te ke parasysh ti. A ke mundur dot ti të flasësh me ish të fejuarën tënde për t'i thënë që ne jemi ndarë, unë kam rrugën time, ti ke rrugën tënde dhe nuk ka asnjë lloj motivi, arsye që I kam thonë në 2022 mos të gaboj, dhe më shkojti ishte në Itali. Po? Edhe më shkojti tha, që bën? Tha shumë, nuk bëj asgjë, tha shumë, po kush je, se nuk ishte as foto asgjë. Ajo tha që më ka marrë pim, tha mua dhe qeshte. Pa ajo duket që ishte e droguar, se ajo herë fiste, herë qeshte.
se unë kam hapur dhe adresat tjetër që kam ndihmuar që asaj dite deri më sot, ajo nuk më ka thonë një faleminderit. Por përse e ndihmon ti tani? Vazhdon ta duash akoma atë vajzë? Jo, nuk vazhdoj se dua, po nga që ka qenë në moshë që atëre, edhe kam thonë do të kish ndihmën time gjithë atë vdesje. Edhe kur të martohe, po nuk të flas. I dashur Andon, dua të pyes, por pas ndarjes me ish të fejuarën deri më sot ka kaluar 5 vite, nuk e nisur një raport, një lidhje të re? Kam nisur një lidhje të re, po as nuk kam folur as kështu, varet nga familja e saj atë të pranoj. E qartë, unë të uroj fat dhe dashurinë me një kështu privatësisht. E qartë, uroj fat dhe dashurinë jetën tënde, por faleminderit. Nuk e menduar të rikthesh në Itali, atje ku jetoje në Napoli? Jo, nuk rikthehem më atje unë, se nuk më pëlqen. Dua të rri në Shqipëri. Me familje. Po. Me familjen tënde në Shqipëri. Po. E qartë, por je bërë pishmën për lidhjen e parë me të fejuarën një 15 vjeçare? Aq pishmën jam bërë, sa nuk ka, po gjithsesi njeriu mëson nga gabimi. Nëse ajo do të ndiqte sot këtu në live me Odetën, do dohet i përcjellje një mesazh? Mesazhe as nuk i përcjell, as nuk e ashtu, po siç e bëri, mos më shqetësoj më, vetëm kaq. Po pra, ky është mesazhi, pra që ti i kërkon që ajo të mos shqetësoj më dhe të lërë të qetë. Po. Uroj dhe shpresoj që ta marrë këtë mesazh dhe uroj që ti të bërë një vajzë e rritur sot, sa ka qenë 15 vjeç, i bie të jetë 20 për 21 vjeç sot. Po. Uroj që ti jetë rritur, jo vetëm fizikisht, por dhe mendërisht, dhe ta kuptoj që siç ka lidhje, ka dhe ndarje. Dhe ty të uroj gjithë të mirat. Gjithashtu edhe ju, gëzuar edhe një vit i mbar. Andon, të përshëndes nga Tirana, mirupafshim. Ma vështirë kam pas një ditë sa ditë që kam qukë Leotos Qeliku në mbej. Tha mamë, tha, jam e re, tha, mos t'ju vinë keq, tha, unë do me ikë. Ta si tha që më hapë, thash plavë tira mu. Mund e shti, thash ma që t'kam rritë, kam marrë 14 vjeqe, do me marrë fëmijët e tosit, do me më thash fëmijë. Edhe sot, nuk jam gjeni me di kush hinin me storë. U shgejeva dhe me thanë si kur në tre ulbes. Përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme në live-in tim, unë do sjell një nën shkodrane, e cila do rrëfej jetën e saj të vështirë. Dhimbjen e madhe që po përjeton në këto 7 vitet e fundit. Pasi përpara 7 viteve, kjo nën shkodrane me emrin Sanie Qeliku ka humbur nga kjo jetë djalin e saj të vetëm nga një aksident fatal vetëm 30 vjeç. Por sot, pas 7 viteve, një tjetër dhimbje ajo po përjeton, pasi nuk mundet dot të takoj 2 niprit e saj të vegjël. Kush është historia, çfarë ka ndodhur, do t'jetë pikërisht zonja nga Shkodra, zonja Sanie Qeliku, që do na i rrëfej, unë hap dritaren dhe e përshëndes. Përshëndetje zoja Deta, po si emër? Mirë, ju si jeni? Mirë. Familjen, fëmijët, burrin? Mirë. Uroj që t'jesh dhe ti mirë. Unë nuk jam mirë, por shqyqyr që je mirë ti, por unë jam jo keq, por shumë keq. Ti na ke telefonuar dhe jemi të dyja së bashku dhe unë dua ta dëgjoj historinë tënde që është e trisht. E trisht. I ka që trisht është sa që unë po të them vetëm i këte. Unë herë në orën 4, edhe kur jam kanë pa këtë fatkeqësi, edhe kur jam kanë shnëshën, kur kam pas zemrën plot, gjithmonë unë e familja e me në orën 4, na qishka me kanë më bëtë deti, kos na parë marrë me të gjuty herë, e me qahur gati për ditë, me rastet tuja që trajton ti, e me problemet tuja që vinë njerëzit të këti dhe i trajton ti, unë dhe sa ka rritë burja me më thanë, për i Allah, për i Zot, ka thonë, o jam ka dalun për i shpjeta del ti, se os ma shiko dhe ta dumin, no. Se marove, po kena hallet tona, edhe duke se një të gjej forcen, duke se një të je
po të bëj komplimente se mas kushi, as me bëj komplimente kuj, as më fyer ken, as por do të thonë një të drejtë, ti je një gazetare që jo unë, po gjithë palefiksi tan Shkoda, ku do të shkoj, me shkojmë në Belipoje, në plazh ti diskutohesh. Për mirë, unë kam një pas kam po, me të fal Zotit, me ta je qet, je durueshme. Kur ishe me Aida Shtinen, e kam po lajitën atë kohë. Isha shumë. Po, unë kam qenë gazetare të humbur. Je ke po leçi ti unë ke. Unë kam punu veterinere, unë kam punu gjithmonë veterinere, dhe me thonë edhe kam punu edhe parokere, kam punu veterinere, tash kam kryer punë për gjithçka. Tash vetë si me kom dok. Edhe më thot djali valla më i mam thot. I kjo deta thot me përgatitet për gazetarët e asaj. E gazetarët e Adides. Edhe kur dole këshën vedin ti, që dole në program që more emisionin tanë vetin, unë kam burë e grudita, kam pos vesh një djallë. Atëherë ndalemi këtu, e dashur Sania, ndalemi këtu dhe dua ta dëgjoj historinë tënde. Ti pasi je martuar, ke sjellë në jetë vetëm një fëmijë, ke pasur vetëm një djalë. Okej, s'kam pas fëmijë kur, as kam lind kur, as veç një fëmijë, edhe në atë kohë nuk kishin as eko, do me thonë, me shku me interesu me bëhet të merr hapa, pi hapa, se si unita, jam një të filsoj, një qëta, në ditë 2 vjetë që martu me burten, jam një qëta zonë, kur s'kam pas fëmijë ma, atë djallë e fejova, e martova, fakt me thonë drejtën ekonominë e kena të mirë, flasim realisht, do të me kanë se s'do t'ja humë njerën zotit të munit tonë që kena ban, se kena punua, ka punu dhe djali, ka punu mujësjelsin, ka kënë Shkodër mujësjelsin, punë shtetënore. Aty para 7 vjetëve djalim ka dik. E ke humbur djalin nga kjo jetë. Edhe më ka lanë nusen, e ka marri nuse krejt mirë në atë kohë, dhe me thanë, ma qim diq djali. Po të 2 djemë nusja, po djetat, edhe i ku djali nga kjo jetë, nusja ne 4 vjetë, i ble me makini, futa në shkollë, se ka marrë me 8 vjeqare, edhe shkollë e mesme, dësh me marrë të lartë, e batet tana, i ku të i vaj ka një vla në Gjermani, i ku të i vaj e kam dashtë, na ka dashtë, të kene papa, mi na kene papa, me te se ka s'kom pas ti të shdjale, vajza ma që nej, se ta du me nej, me rritit atë mita, se unë jetë e me ka mërë, se kanë shku mirë shumë me djallë, kanë shku mirë, sa që, kur si kanë thirë, kur s'kanë preme në shpitën, gjuko shpirt, zemër, ojela, e thoshe, i e re shpirt, ti me dalë, me shkua, fëmijët janë tut, nuk kom pësel kërkush jo me të majtë fëmijët tu, në kjo se ke qith me lanë ti se nështë nuk gjejnë bab, lenja bazën tu, i merë i qënë që në ka dush, nuk di si me të thanë nësh, edhe mi ka për i të në fjallë të në ka thanë, gjithka ke të sakë që të vetë, edhe nuk e ke një pika spresje ma nëshe. Se nuk morën telefon me gënjë këto, as me hapor, veç me qajtë halë, si ja kanë qajtë halë, po thuj se tanë Europës ti, jo Shqipnisë, diasporë dhe me thonë pakten. Edhe, thote, mamë thotë atë si puna, këpje dashni që këni banë për mua, dhe për djallë, thotë, nuk më njep dashni kujtjetën këtë botë, ma, unë do me nej me ju, e ke fështirë. Edhe mas një vijë, kam banë për kujtimoren, edhe kam përësu, po jela, e ke fështirë, aje, dash është e bukur, është mu pa, da që ka kene shumë e cilëshme. Edhe, dhe me thanë, më vite keq me hum jetën, bashkë se ka dhe gjallë më spirë, më tha zemra mua, ajo du të vazhdojnë jetën, du të me kenë parimore, du të me kenë realiste, se kur ti që kenë vetën, mosh sajna, unë nuk isha vepronish, vesh nuk isha vazhdoj jetën, a koptan. Edhe, nuk pranoj. Se si ishte puna, se kush e bani, se si kje puna, se si ishte puna, ishim plezit, ja bli me makinen 10.000 €, jo sa është në ishë shmini malë, po për një ishte bolë. Se na i të gati me në qytet jetojnë. Edhe thot i thamë vetë Ela me vazhdo shkollën mo. I thamë se lese thash mja martohen, ti met e qua në shkollë. I thash e morit mesmen, thash me vazhdo të larten. Qo se s'din që do të tëp një më i fije pak të punë edhe mena e leko, si gjithë këmë, ta si dhje se bënë të Shqipi, se s'mën të klasë edhe i koptan gjanat, edhe vazhdoje. Tha, po kom qif me shku sa në Gjermani të vlaj, ka i vla pe i bak, pe i nanet, nuk e ka vla ta ma në kështë gjys vlaj, ma. Pa, që për desha ka bërë kuj në zlaj, I thëm shka, thot mamë thëm duni 1.500 €, po, i mori 1.500 € me vedin, ja bëm zoti halal, nuk e vjen keq, thot mamë thot du me ik, thot edhe du me neja 2-3 javë, I thëm shumë mirë, I thëm përshnetu me babin, për me burin të me maliqin, nuk përshnet me ne edhe iko, se si o të ka dume, se si o bos I kimi zjarë I kësaj shpi, e mërshën telefon, e kuptoshe që, ne I ftoft, pa ban fjallë kur, ase me ne, ase sa që unë kam thënë, me marë mordja, ma parë vëzik, nuk di me dhanë atosin, se ka pas e më ndjallin kleutës.
Bile në atë kohë, kam pa lexuar një libër, një roman, Odeta dhe Kleutosi, edhe thosh, në mlef të vazhë dhe me një të Odeta. Ka pa një roman e kam pa lexuar vetë, ka 40 vite që kam lexuar këtë. Edhe ka e ka pas shkruar me Odeta dhe Kleutosi. Emrin asaj ti roman, nuk e di atë kohë as me pa atë roman. Edhe thoshë qofse mlen vajzë ta njës Odeta, qofse mlen djalë do ta njës Kleutas. Edhe mleu djala kom një Kleutas. Se ishte një roman që me ti këtruni me lexu, s'un kam lexu. Do ta gjej ato roman dhe do ta lexoj. Do ta gjej ato roman, do ta ble. Me ti këto çfarë historie ka pa, ka ai roman. Unë nuk jam gjetur se se ka e ka shkruar me Odeta dhe Kleutosi. Do ta mbaj shënim. Do ta gjej këtë roman dhe do ta lexoj me që një personazh aty në banka që nga si emri Odeta. Kjo është pra, gjithçka lidhet me këtë emër, domethënë gjithçka emri jot. E dashur se erdhi thot mos sot mam, sot delin sot me marrë se janë kave. Pe Gjermanie, të vllai. E dola me burrin, shku me Nyrinas, e mor me makinë, se i bleve makinën asajna, edhe na mori makinë me qira, se kishim vesh një makinë, se pa djali makinën e vet, na shit me makinën e djalit, se s'mund të vija pa kuj makinën e djalit, atë bleve makinën nuses, nëse janë sta historia tjera. Kur erdhi e shoh me ndryshim fytyrë, se mu nuk kam përqen gjanë për këllaj, e kuptoj, se unë jam, nuk është për shkakun se nuk jam një analfabet ose një e pa njoftën, e kam një jetën, e më kanë rrabë me. E dashur Sania, ti e pe që nusja e djalit kishte ndryshuar kur erdhi nga Gjermania. Po, bravo. Si vazhdoi raporti jot me nusën e djalit? Nuk pensoj, i tham burrit tem, atë duket se ka ardhe vrejton, edhe mund thotem duket. Mos po zama keq për ne, i thoq, a thua me atë ka në shumë menim. Ishte vorë si që ba 4 vite Odeta, nuk dishim si të thogë, shanave edhe e me thanë këto, jo të opinion se ta shërba tonë, se më nuk vuj për opinion fare, më si të më interesojnë vetë, unë për jetën tëve, a kuptan, unë nuk jam për atyne që jam zodha të edhe malore që mi jetojnë me mentalitete, nuk e kam problem fare. Edhe i kam shkoj mas dite, shkoj në punë, se punot e i fjetu të morgeshat, e ka palan, se do të marrë shkoll ka 2-3 orë. Ma tepër kise qip me dala, dhe se sa përse, nuk ishim nevojtarët për lekun, qasim drejt. Keni patur një ekonomi të mirë. Okej, po, shumë të mirë kena pas, nuk kam vilën e shtëpit mirë, me 7 dhoma shtëpie, me makine, me garazhe, me peme, me mërkullie kam shtëpi, këto marrë me pas, me kanë në Australi kam shtëpi mirë. Edhe në faktike jam marakli, edhe nëse ne kam pas marakli, marrë në shtëpi, farmaci, gjithçka part kam në shtëpi teme, klasim drejt. Marrë me rastis, marrë me pa, poti s'ka mundësi me jetu këto, se sa bukur e kam. Edhe me tonë këtë dhimje, e me tonë këtë mërzi, e me tonë këtë prap shpinë e vetin, nuk e mundu me lëshu deri dikon nuk po thom tash 100%. Shpinë jo, po vetin po, e thonë drejtësis. Erdhi Odeta Jela, i thëm vetë, ku shkëm as ditë, thëm shkojnë shkollë, shkojnë punë, i thëm thot, mirë pafshim, se ti jam thot e mirë gjeqa, hajtë mort në natë ligere, po shem, po the, o zë, që ka jetë meren, pe qenë ta njës pe kuj vjen, po ti gjan, po korisen. Ne si përfornimi themone, kur vjen i thëm, ajde më jeli, thëm ty të mami, thëm si e kalova, si e bana, je si shqetsuma, qatë ka shqetsua, gjitha gjojnë thëm vetë ti përballoj vetë, gjitha gjojnë thëm vetë, aja thëm që të dalë balë, vetëm gjithçka me sinceritet. Veçëm ka thënë fjallin më të parë, ma fështire kam pas një disa ditë që kam quk Kleutos Qeliku në mbej. Tha mamë, tha, ja me re, tha, mos t'ju vinë kesh, tha, unë do me ikë. 4 vjetë i thasht kam lutë, s'ke pranohet, tash i tha gjithë që unë, e myllat kapitull, tash thash më hap plagë ti, tash i thash më hap thash plagë tira mu, mund e shti thash ma që t'kam rritë, kam marrë 14 vjeqe, e t'kam rritë me këtë dorë, e kur një punat kam lutë me shkua, e t'kam bëhat futan punët, mora shkolle, bleva makinet, bëna të në veç zvam, t'kam bëhat 4 milion lekë, tha që t'ja kam godit të në, se vëgërit e jam marrë zote halal ndasht, edhe kur një puna më thua, mos vin keq, po si për më vjen mirë, do me marrë fëmijët e tosit, do me më thash fëmijë, do me bosh ati sët, po me fëmijë thash, që do me ba, fëmijët janë fëmijë do me marrë me vedit, është masë normale, i thash, i kam ja po mas haras janë edhe gjështë, i thash, ka fjet një gjallë 10 vjetë me ba, ha di që ta ka falë zot, i thash, ta ka marrë krevat, e më da me burë të mpej krevatit, një dhom këna fiton me burë, e ta ka marrë grabës me kajt i lishë me burë tanë, ardin që ka ba për ty, po tha, edhe nuk kam dashta, nuk e vend të shimë, dhe të ka kanë ta ultimi jo, ta të më da, ka që kanë, as gjama të Odeta dume që asë të në ditë. Do me thonë, pra burit në nuk i ka ratë ku ka dek djali, 30 vjetë që këna futën dhe, a di që i ka në fëmija, i ka ratë fikë burit të. S'ke ratë ditë po jera.
Tashti, i ditë, filloj me i prun ka i fije fmin, atese kush këtë hi, edhe sot, nuk jam gjeni me di kush hini me stor. As jam, në shek kompletela. Dhe sa ka rritë me thonë, kena ba konflikt një 2 herë, kur kena shkon gjyse, kena marrë këtë. Ta kanë thonë që nuk është edhe fort, por e marrë një dam shpërblim, na ka dalë 611 milion lek, me marrë total. Tanë bashkë, se ka dek djali punë shtetit, edhe ka dali pa fajshin, dhe me thanë, ka dek për fajt nërmarjes. E dashu Stanie, do më ljosh të pyes, ku ndodhi aksidenti rënd me djalin që humbi jetën? Në Kira, i tu të rruga Gjan të Unaza, në Kira, në Shkodër. Para sa vitesh, qa viti ka qënë? Për dhe ka bo 7 vjetë. 7 vjetë. Ka shkon punë në nadje, edhe kanë thënë aty se kanë pas një makinë që zhblokojnë ta poseta, edhe ka thënë përgjesi aty se ka kanë atë makinën që zhblokojnë, ka thënë, Kleuta, ne thosim tosi, Kleuta, bile gjithë kush që ditë kur e kishte edhe në Tiranë që ka pas shtruar me herë në Tiranë, thoshte emrin pa kur çapo non ti ku jeti ti që këtë emrin atë kohë, do vërtet. Se e ma vete janë ta njerëzit e saj. Edhe i thotë na do shim shkuat ditë Velipoj. Edhe thotë tosi, thotë e marr tosi a bojnë termosin e makinat gati se na ka nisur për Velipoj. Mam 5 minuta kam punë. E më ka thënë drejtori me shkuat e makina kanë një zhbllokim, thotë në rrugë të Unaza, thotë në Kiras, shoti lagje Kiras, aty nuk e dia ke ligjona se keni gjona një herë. E di, Kiras në Shkodër, po. Shkodrës, edhe po, me s'ka probleme punë. Edhe unë tha që më të shkujt, vetë tosi se kam një shoqe, tha që kam porosit një këmish, pa shkon në Itali, kisha porosit një këmish për tosin, një këmish të mirë, të bardhë. Edhe tha, unë jam ka shkoj thash vetë të Gjika, kishte emrin e Gjika, të marrë këmishin tane, i thash, edhe ti hajde këtu, tha që Ela pa përgadit, është të musi dhe fmit i kanë kate. Unë shkoj të këmisha, tosi ka shku të poseta, unë tu marrë këmishin, tosi ka në jetën. Unë tu i dhanë leksa i shqicës, tu i thanë që sa bën këmisha, thote 25.000 lekëm, ta po të vjetë, kështu mos gabohem. Edhe unë tash natë po 2 djemë, 3, ka dyqani, edhe thot, nerin e familjes, a din që o bajt tash në nazman he. A din më rajtosi, a i gjani. Që o bajt tash ka shku policia, e sirenat, e tanë thot e ka gërmut. Ku marrë më të lagja gorile, thot, e atin Kiras, thot, e të Unaza. Këto si mërë këtë djali i bukur, këtë djali i ri, thot, që ka shpina, djali vetëm, thot, aty ka hite poseta edhe ka vdek. Edhe unë, si që kisha këmishkin në ndorë, i laqa saj edhe vetë bërmana i shtonë. Nuk rriti, më thot aja kapa e shoqja, se kisha shumë shoqja që aja ma të prej taljet i këmish se i pata pëlqyon, edhe më thot, a je marrë të ta, po prit ma herë të të ka i këvenja, mërë më jenë telefon. E mërë telefonin që e dion telefonit kipa, nuk banë. Edhe vetë vitë shpi, ishe në biciklet, e la këmishin nuk e di lekë të patako, nuk di janë hiqa se kam parasysh që kam ban, vinë shpi, marrë vëllën telefon kam i vëlla këto që ka një lokal i të ngolem, se rrinë ngolem kajta afrit të dëbrashtan. Të 5 minuta bërë me hinë rësë në qytet, edhe i thamë, ajtë të marrë vesh, i thamë vetë, po që një vaj të lagje, di janë për tosin marrë, se që din të tha? I thamë vetë, jo për një vaj 2 fmi, pa ja marrë pa shka, se pa vjet aty, se a ka një tjetër, pa ka nga trua, to si ishte nërë, to si kishte dek për 20 minuta që shkua. Vinë shpje gjajelen me djallë dorë, i thamë vetë, ku për ne duke se na ka dek to, si një sope tela me gjithë djallë, të në asfalt kara. Kur i kishin marrë vesh burrin të nishte nërës burrim aty të nej, me të shok, kur i kishe këte marrë njani kojshirë, kishte thonë, hajde e që ka deti spitali se më duket ka më aksident tosi, po si dhe s'kas me ba tosi s'ka shku me makinë, qa bani tosi, se tosi janë punë, po të punë pra di qanë veraj pije, kur ka shku atë, ka shku ka dalë tanë policia për para, ku shak i ka thani babi, i ka thanë, bëni forse, tosi ka dek, i djallë, ka djallë pa vazë. Ka rëshpryte, ka krypte, Allah si ata tane ka bo muri, që këtyra muri me krye, kur pa vësë vete prit nuk kanë vonuan, ishin njëzit që rëthu njëzit për shpia, kur kus vitet e shpia me më ndiftua, se vetë prap nuk e disha mirë, ves me hame qa njëva ta didje. Vëlla, si ka orë burrije me vlën të mren, a mu shpia me të thanë menja se erdhe fluturur për i qirit, e mu shpia miza. Kështin pri që vindi kosh që mos kojmë i thanë atë parë sa njës. Si përfonim kur më thot i thëmë Fadilit, vlajt i thëmë, normalisht qeliku burrit e normalisht qeliku, ku këna djallin. Djallin bënu fort, ta shkujve se djalli ka krypun. Po ku mërë t'i po fola i tashme te, po si mërë shkujpun, ka shkoj djalli, kush e myti, kush e vrau qa bani. Se ka vraku, kush po ka hinë këset, aksiksim. Ka qenë momenti më i vështire, besoj dhe unë duhet t'jap ngushëllime
Edhe pse kanë kaluar 7 vite, e di që dhimbja jote është e madhe në zemër. 7 vite për mua janë 7 sekonda. Edhe 700 vite të jetosha unë për mua se ja ditë që e kam pas të në bërë. S'bëhet fjalë. Mushtrimet me mjedhane ose 30 vjet, 100 vjet të jetosha mushtrimet, unë i pres se ja di që kaj. Se nuk zemrat nëns nuk largohet kur. Gjithkush mos e largohet për zemra nëns e babës, nuk shërohet kur sa të jetë jeta. Gjithçka dërohet, mor me dek vllaja, me dek nana, me dek baba, me dek gjithkush në botë. Te fëmia, kama. As më tepër një. Zhvim të është me pas 100. 100 me pas zhvim të është një lloj. Dami është shumë më i madh. Ka vim të dam. Dami është shumë më i madh për ne. Kështu që na. Tash nuk e di, edhe kroja punë. Djali ka qenë Kleotosi ka qenë 30 vjeç. Po, la 2 djem. 2 djem. Sa vjeç janë djem sot? Sot njani ka ba me datën 27-12 vjeç, njani ka ba me datën 15 qershor, ka ba 8 vjeç. Ka hi për 13 i madhit, për 9 ka hi vogli. Një jetë ti kesh. Edhe Odeta i pat me disi marrëdhëniet në ra pom, dhe me thanë, jo dhe ashtë mirë atërë se u shgëjeva, dhe me thanë si kur më preu lbes. Edhe miku gjitha e dashni, nuk pa thëmë 100% për i hartë të fije, nuk thevë këtë 100% në rejtë, po dherë dikon po. Tjena sinqerte, dherë dikon po. Edhe Gorita thash, kjo nuk të shënë ma. Kjo për te, sa unë i kam dalë hakut, që kena bo për te. Që me dhëtë me nej një roman me shkruar që kena bo që ditën që kena marë. 14 vjeqe, njëna kam rejtë 18 kërë kena marë, se ishte yllë 2 metrë vemen, kur në funda doli vajza 14 vjeqe, në klasë 8. Problemit e klasë 8 i ka marë të lejë, 94 që ditlinja. E dashur Sania, sa vite u boj që nusja e djalit ka marrë fëmijë dhe është larguar dhe ka vazhduar jetën e saj. Kjo gjë është normale dhe pse ty të dhëm zemra? Po, shumë normale, unë ja kam thënë, mos ishte normale Odeta, nuk e kam lut jo një herë, por për deri një vjet që ka bën Kleotos Qeliku, paktën 150 vite kam. Nuk ishte në sa që ka rritë më thonë, jo ka të bëhem ranë, do me vek për i shpijen. Në më tha që dhe herë, unë për me zvetin, ka rritë, të stop për bon. Kjo më vjen kese, jo se së është normale, unë e kuptoj së në një jetë e nën, unë s'kisha për nej, kur as i dit, 23 vjeqe, as i dit s'kisha nej, me pa dek burri. Por unë të i thonë, edhe mik, unë e fjeta menin, se por rrit tash me thamë, nuk për mbërshati se shpia, se tash, kjo unë vjen këtë traltia, e vjen këtë pabesia, e vjen këtë për shamu, se arriti me një gjutë këtë, edhe në kjo se iku, pëse s'ullë më konsentu me mua, ose në kjo se ka një pak nësi, këtu kam, i godisin punë, shko me mirë kuptim, po miku se si tonë në shkodë, si spata pa bisht, e mbreu në bes, kjo më vjen në më te për ranë, se jo se ka mos gjithën shumë dur, unë e kuptaj, se jam themin vetë, edhe i di pozicionin e saj. E dashur Sanie, unë po të flas tani sikur të jem vajza jote. Nëse ti do kishe vajzë, do ta kishe me emrin Odeta. Më thej që do ta quaja Odeta nëse do lindja një vajzë. Pasha i zëtë po. Po të flas si vajza jote tani. Edhe kam doshtë mi palin të oset, mi palin kam doshtë me avë Odeta. Edhe kam thonë, nëse t'lin vajzë, Odeta. I kam thonë, do të vesh emrin Odeta. E kam me shpirë, me pas njëri në emrin, tem se njëtë liber që kam lexuar ka një histori, do me thonë, edhe kam thonë, duhet 2 emra mi pasëm, Kleotos dhe Odeta. Ku do që m'kenë me palin t'mi, edhe me paken që rinë t'mi aktos. Nuk i fali zoti djallit e vajzë. Djallit, me pa fali, kisha i balë, kisha kënë 80 vjeqe, unë ja kisha shprej, një dëshirë, e kishte ba se kishte ba, në më vëshme edhe një emër Odeta. Kam demoles për atë emër. Ti e frymzuar nga libri Odeta dhe Kleotosti, dhe sigurisht në ato kohë ke menduar nëse do lind vajzë, do i vëj emrin Odeta dhe nëse do lind djalë do vendoste emër. Por unë po të flas tani shumë sinqerisht, thuhet që shumë plag koha i shëron. Plaga jote nuk dëshirohet kur në zemrën tënde. Sa jetë. Dhe të besoj për këtë pjesë, unë jam vetë nën dhe e di çdo të thotë fëmia. Por ndoshta tek nusja e djalit, ajo plag koha ja shëroi. Dhe ajo pas 4 viteve në një moshë të re ka menduar që ta vazhdoj jetën, mos ta mbylli jetën aty. Dhe ka vendosur që të largohet dhe ka marrë fëmijët. Unë e kuptoj që ti e prekur, je lënduar, sepse shtëpia të ngeli bosh, dhe 2 fëmijët që ti kishte lënë djali që kishe erën e ti, sot nuk i ke më, se jetojnë me nënën. Por unë e di që ti je një grua shumë e fortë, je një grua me një mendje shumë të hapur, je shkolluar, je qytetëruar,
ti dukesh, dhe pse unë s'të njoh, ti dukesh nga bisedat që bëjmë që je një grua shumë e qytetëruar dhe ke gjithë të forcë dhe bravo, je për të marrë shembull, mendoje pak ndryshe. Mendoje që ndoshta është më mirë që ajo ta vazhdonte jetën. Ta vazhdonte jetën sepse një nën e hidhëruar do bënte që dy fëmijët, dy niprit e tu mos të ishin të lumtur. Dy fëmijë kur kanë një nën të lumtur, janë të lumtur. Mendoje që është më e mirë për dy niprit e tu. Por nëse ajo t'i pengon niprit, këtu nis drama dhe këtu është e rëndë. Dhe unë dua të pyes tani, në momentin që ajo iku me dy fëmijët, si kanë qenë kontaktet e tua? Për qenë sinqert, se tash do me thonë një diçka tjetër, po hinë të sinqeriteti. Nëse për shembull hin një konflikt mes dy palëve, gjithçka që kemi është një konflikt, ata merr mendja ty se asnjë në palë, gjithse cila e palë, fajson palën tjetër. A do të jetë ashtu e vërteta? Ke të drejtë. Okej. Do me thonë, ajo herë në fillim na i lak krejt keq, a din. Faktike, shko me ditë me i takulla, i thom unë, Ela, Çmiti tha që du të me ne i pru, i tha që në ose sho, si të silin im tha. Do me thonë, në pyte me të fjallë, po tash me pyta, ajo thot nërsh. Jam e sinqert, unë e kam ofendu Elin. Jam e sinqert, do të me folë më realitet. Pse të po diftej se që e kam ofendua. Edhe i kam kërku falje, ka kënë një rast që e kam ofendua. Me më thanë mu, a i kam thot mu, thot, kjo se ju investoni për fëmijët keni për t'i parë. Në kjo se si investori për fëmijët harraj. I thosh, qa investimit tënë ti për fëmijët, i thosh. Djali i ti, i thosh, ti merë 1.400.000 lekë shqiptare merë në mu, i thosh, për 7 shaqata që i kam zirë unë, dhe në Tiranë kam shkua. Merë pensionin e fëmijëve që i kam zirë unë, e kam shku dhe në Tiranë me këtë vlanten që i njefton Shkodra, sa Fadil Hasa ka klubin e, ka pajton gjaqaj, i njifet në zanë, se si e lana, edhe kam shku e ti kam zirë. Ke edhe rogën të morgeshat, edhe 1 milion e i kom tana shkruve si kena morë për 4 vjetë i kena morë me te. Tash nësët i thash vetë, na e thash vetë, vetëm 2 krekë, të me thanë tash, në stavës pa jam në plake, por të funit në aseres jam. Edhe i thonë vetë, unë e gjithë që ka tënë, i këtë pasoni, që kur ke ikti, më ka dhanë 200.000 euro dorë. Më kanë thonë, atë dënë me shit, e më ka dhanë bash nipi, i burrit tem që rjetën në Angli, taj ka thonë, më kanë thonë ka një këfmija, e të ka ik nusja, unë kam nevoj me blej shpi, ku me marë se kam 3.000 metrë katëror me gjithë shfarë dhe i pemet e kam kopshtin e oborën ten, me tonë pemë dekorative, dhe me thonë 200 mirë me kanë thonë pare të thota të këshë ndorë. Edhe i kam thonë, asë një lek nuk do t'ja japi, thashtë do t'ja janë fëmijëve djallit tem. Edhe pse më kanë ik, unë këtë shpi do t'ja janë 2 fëmijëve. Tas qatën më tepër ajo premit, edhe sa herë që vinë fëmija normale që kanë orë për shembull që për ditline, për gjana, me qinero, me roba, me pëshqie se ja kom qua. Asnjëherë ka shku shpi me qiro, marrë me lonë 7 dhoma shpi kanë thonë, o Ela, merr gjysën e shpis, mos jeton me le, dash me katin e dytë, e jeton vendin e prit mos i që rrugave. Ja ka thonë, unë du këtë ofertë. Aty kom ofendu, me thonë, shqipje shpinta, blej 2 hymje, fute e hymjet në emën tem, edhe ta jetoni njënin hymje jo, njënin hymje ta jetoni me fmi, kur desni jo ta marrë dhe hymjen tjetër. Ti s'ke ftyri, thoq, ti ke kene papis, ti pas ke kene poshtën, i thoq. Është e rëndë, nëse ajo e ka shprehur kështu është e rëndë, pa dyshim që të ka lënduar nëse është shprehur kështu. Por sot ti ke kontakte me dy niprit? Absolutisht 0. Sa kohë u bë që nuk flet me niprit? Qysh për 4 muaj, qysh për Bajram me datën 19 prill. Në çfarë vendi jeton ish nusja e djalit me dy niprit? I të ka shku në shpi me qira, ka i kpej shpijet me qira, ka shkua një shpit nëna vetë që aty tash çfarë i peset e 2 vjetë. Ka një guzhin 2 metri, ka një dhomë 2 metri. Edhe jeton nëna, baba, vaj, Ela me 2 fëmijët e mi. Në Shkodër? Jetojnë. Në Shkodër jeton? Në Shkodër, po në Sarajete, kisha male. Pra ajo nuk është martuar, nuk e ka krijuar familjen e re. Unë nuk e di tash, unë me sa di unë ja, po ka 4-5 muaj që nuk e di tash, por nuk e di se ka vazhdo jetë pre. Unë e di se jo. Por ti nuk e mundur dot që i ke afër niprit të shkosh atje ti takosh, domethënë se ti pengon ajo.
Kena shkua, atje kena takua, kena shku të shkolla që ka shkollën e tonë, edhe shkollën e unë ja kam pagu vitin e parë, ma që ka një ja kam paguon, nuk përmenin këtë punë, s'ka gjë, edhe na ka thënë nëse shkoni me tako fëmin, unë marrë urdhën mbrojtje për fëmijë dhe për vetin, edhe mbyrus burgu të fus. Me taku fëmijët e djalit tem, pse çat kena bëj, ja nuk do mi takua. Por situata që nga e rëndës ajo... Shumë, për ta po thëmë, por nuk e di se kush e ka fut, asë vesh një të fjali kam thënë atje kur më ka thënë, do i thogjit, ta investon ti për ta, sa ka të rrit djali jem, se me 1 milion e sarë lekë shëqata, i ka rrit me djali temti. Me lekë se ti 200.000 euro kaja, se po në vesh 3 orë të mërgeshat. 180 bile, me sarë di 180. Ta shtita që 180.000, si mandi me makinë, e tu shiti makinë, pra ka i mandë babaj vetë. Edhe shpine pasurin e kena lom, nëse në shpia jonë mjemen tonë, e kena bon, na kena nërtu, na so kena kontribus, as djali, as nusja. E kena bon, na kur janë rrita ta, e kena po shpine bame. Pra që edhe kë shpi për t'ja natë mive, qa të natë e prejo? Ta shiko, ajo ka rrinosë se thot, po themon, se kjo ka një veti që kjo shprejt shumë pak. Kjo flet shumë pak, por në fund të pikat. Kjo të gri, me folë flet, pak po të gri. Edhe ka si fakt që merë shumë fjallë për bazë fjallë të njerëzve. Qa ti thonë njerëzit dhe me thonë, aje gjithë për një bënë okej. Edhe i kam thonë vetë, po përsa e pa morë Maliqin telefon, i tha, kana shku të shkolla, i kena ta kofin. Ka thonë djali, mërë bab, i ka thonë se babi thret Maliqit, djali, mërë babi ka thonë, na kena qef me ardhë, na nga të gaqë me ardhë ditë natë, njës talin mami, edhe në nataje, në saj, në din. Por, i thosh, ka thonë Maliqi, po qa me ba mërë babi, ka thonë, bra, i ka thonë, nuk di qa me ba, jam i vogël lala, se unë nuk kam qef më shkut për jush, por nuk në lenë ba, pra fëmija janë shumë kaqim. Ma ne ka shumë Maliqi, ka thonë, o Ela, qa ke halë, pëse s'na lenë fëmin? As nuk din me thonë, jo, asë kur të shafot nuk din me këtë, ati kena ushye, jo. Të me rifini, thash, të më shpini edhe ushjen, sa djallë një 13 vjeqe, në është edhe munet, nuk e di, por me kene gjohë të kaze, si kur ta që kom ofendua, a kupton, ta diktonë si kur kaze gjithka. Nuk të me ime rej, se tele, nuk gënjesht e ka kam të shkurtra. E da Susanie, njeriu gabon, të gabosh është njerëzore, thuhet, të falësh është rinore. Ti ke kërkuar falje për atë që ka ndodhur. Por mua më vjen shumë keq që ka ndodhur kjo situatë. E ke menduar, nëse ajo ti pengon fëmijët dhe në muajt në vijim, ti drejtohesh gjykatës se ti ke të drejtat e plota, së bashku me bashortin të takosh të dy niprit. Po, unë e kam menua, po për qa kujta se u lidhan me ty? A kujton të se jam vetë, nuk e disha vetë se sa emisione ka, por e disha kushjeti. Jo se kam një gjuhë, djali e ma gjithmonë ka kënë fanë se jotja, jo ma ne. Edhe, unë e kam menua me drejtë gjykatës. Thoshe unë, por kisha frikë dhe këtë. Një anë, për ta doshe mu konsultu ma tepër me ty. Doshe më thanë, nështë unë fitoj 100% se kam të drejtën e gjithë botës me ta kurfmit e një mipete. Nëse unë, fmive, jo dhaj pakten një bisedë që është e pakonshme, që gjithë kam e pakte, jo me rena, dhe me thanë mos Milanin. Por unë as nuk i ushqej, as nuk i trajtoj keq, as nuk i bëjnë dhunë se mos fizike, pa as psikologjike, që unë veç shpirt e zemër, u dua veç tanë botën duhet me shku jeta veç me marrë fëmija. I herë mu, i herë një, i herë sa të lënë gjyqi. Por kam frikë se pe fitoj gjyqin, edhe drua se i ushqen fëmijët, edhe drua se thotë fëmija se fëmija na kanë thonë, po vim, janë shumë të lidhën me ne, e janë shumë kur të mon, deri të moment e janë fëmija lidhën. Po nuk kam frikë se drua se shkanë qatë dion se me kanë shtë lidhën, qatë dion se me ke, se si e ka rrethin që java thoni shëqnin ajo, edhe munet me thanë fëmija, jo në nuk dojnë me shku, qa pojmë në atje? Në më njëtesha me dojnë të ty. E dashur Sanie, në momentin që ti drejtohesh gjykatës, padyshim aty ka një psikolog që merr fëmijët në pyetje dhe kuptohet qartë që fëmia nëse ka patur ndikim tek nëna apo jo. Por ti drejtohesh gjykatës për të fituar të drejtën tënde, si ti dhe bashorti që jeni gjyshrit atyre fëmijëve dhe keni të drejta të plota takimi, por unë realisht uroj dhe shpresoj që ishnusja e djalit të ndërgjegjësohet dhe ta kuptoj qartë, nëse ajo i do fëmijët e saj fort, ajo nuk duhet i ndaj kurrë nga ju. Unë ta thash pak më parë, nëse ti kërkon që niprit e tu të jenë të lumtur, lëre nusen të vazhdoj jetën e saj, një nënë e lumtur janë dhe fëmijët e lumtur. E këtë gjë e them dhe për atë. Nëse ajo do që fëmijët e saj t'i ketë të lumtur, mos t'i ndaj kurrë nga ty dhe nga bashorti jot. Fëmijët janë të lumtur kur kanë gjyshin dhe gjyshen dhe kanë gjithë familjen.
Tash, ajo se qa mund të thonë ajo, qa mund të sajojnë ajo, e vërteta është kjo. Ajo nuk mundet me thonë se, edhe nëse e thot, do të vëgërisë se ka 20 për minit, që nuk mundet me thonë që unë fëmijët si kanë dasht, ose fëmija s'na kanë dasht. Edhe nëse ajo nuk dënë me na dasht, ajo t'i lënë fëmijët janë rrit, shkojmë i marrë, nëse kam ble, ma që kanë një kata, kom ble makinë për vetën, dhe na këna makinën tonë, pra tjetër, edhe na shkojmë i marrim, mos të kërë kontakt me ne, mos të vinë me ne, pa ajo dhe me thonë, një fjallë që ja thot kush, ose një bisedë që e bojnë pakonsh, ose një fjallë që i duket e pakonsh, ai nuk din jatë të tinali fëmin, po tinali fëmin. O fëmin, ka pronë e jote më zemër. Fëmija nuk është pronë, nuk ka pronë të vetin fëmin ajo. Ajo dhe me thonë, sa do që të mulota e me nëllë, zemën e fëmive nuk mund të shpusin, nuk mund të shkjasin pe fami, pe tru, pe gjakut vet, o tru dhe gjakut vet. Por ne ka bon. Pra, e dashu Sanie, ti ke 4 muaj që nuk e asnjë lloj kontakti, të ka bllokuar dhe në telefon. Ish nusja e djalit. Po. Nëse do ta kishe përballë. Unë do të thoshe i te. Një gjë e lakton. Ka marrë fëmijë e ke ikë fëmijë për shtëpisë teme. Nuk e ke pas një të keqe kur, as ke për të pas një të keqe kur prej mit. Unë e ma tepër e di si njerëzit që të kanë rrethu ty, edhe jo njerëz që na rrethojnë, unë ta ke bën e këtë ka mundësi që kanë kriju një urrëtie ndajnesh. Unë as nuk të rrej, as nuk kam thonë as i fjalë, as kam bën as i sen, as kam me të bën as i sen, çdo gjë që kena pas bashk, i kena do bashk, i kena lidh bashk. Unë tu prej teje që gjithë si shkojnë punë, ti vazhdo jetën tëne, unë nuk kam as urrëtie, as nuk të rrej, as nuk shaj, unë t'jap një fjalë, një besë to, para një deta dumes, për shkak me gjë që as nuk çaj, as të ofendoj, unë do një ta fëmijë me Milan sikur është rregulli, edhe ta kam thonë herën e parë, nëse fëmijë ti ushqej. Për gjëra të tjera as mos një gjë, se ti një gjë shumë fjalë dhe me sikur ti kishin një gjë fjalë të njerëzve, na i ndoshta ishin kapë flok për flok ishim rashin, nuk e kam natyrë, nuk e bëja atë gjë kur, as nuk e kam edukati, se jo me linën për tjera ku jo, nuk e kam atë edukat, por disha me të thonë një ta fëmijë mos në lalo, nëse e din, edhe kjo se ata fëmijë janë të djalit ton, edhe din që i si dhimë dhe që janë një prit e mi, mos me nalua, me ardhë, se ju bën keq, ma shumë aty se ne e kurse si të bëna, ma keq se në bënë. Ne zemre nuk është as ma poshtë as monet një këna ta takua. Një ta fëmijë, o gjina, janë pa fajshim. Se qa kena ne, tek kena ne, ti me lanë punë tonë janë e nënë, në me lanë punë tonë tuat një anë tjetër, nuk dona me diftu, qa ke e thonë, qa kom bon, qa kena thonë, në dona një ta fëmijë, më që janë djallit tonë, edhe jena gjysht e tina, sikuri që të nanat e baba jëtë, që janë gjysht e nënës, edhe këta janë gjysht e babës. Lutem i ta fëmijë mos në lala. Se nuk mundesh me thonë që fëmijë nuk dojnë, vetëm kjo se ke një kuat ti me nanën tane, edhe hiq dorë për asaj qeshtje, edhe fëmijët venit vinë, shkojnë sa herë dojnë, unë nuk nikoj për asisen. As kam ju e din shumë mirë se as kam nevojë për fëmijë tu, as kam nevojë për pasuni, as kam nevojë për shtëpi, u kam nevojë vetëm për një fjalë me një aromin e djalit tem, as jam aty. E dashu Sanie, unë jam e sigurt që çdo fëmijë i vogël ka nevojë për gjyshen nga babi edhe gjyshen nga ana e nënës. Ka nevojë. Ka nevojë për dashuri, të rrethon me dashuri dhe unë jam sigurt asnjë fëmijë në botë nuk thot nuk e duaj gjyshin e nuk e duaj gjyshen. As ka shanse. Sa do që të kohet mund të thonë me gojë po me shpirt e me zemër, s'ka asnjë fëmijë që mund të thonë që ka kuptuar sa do paketën që nuk i duhet prindë babit. Unë uroj dhe shpresoj që as mami. Unë uroj dhe shpresoj që ishnusja e djalit të ndërgjegjësohet, të reagoj. Ne të dyja Sanie do mbetemi në kontakt bashkë të vazhdueshëm. Inshallah i malli Zot. Inshallah i malli Zot fjala jote në kon se dash beson dash ma shumë jam kalullem për ata të fëmijë gati se për dekjen e djalit. Se i di se djali nuk vjen më edhe të fëmija shpresoj se janë gjallë. Të besoj. Ajo gjithë që mi pa bon vetë, veç i kaq për shumë me thonë, si thot, e kam pas mirë, e kam folë të të në fjallë të mira, këtë jënë bon gjithë që mi pa bon vetë, edhe gjithë që mi pa ofendu vetë, me pasha vetë, edhe i thash bile di, sa do me pasha, sa do me pa ofendu ty, me kuj s'kam ofendu, së bazoj, mina kënë tek për të, dhe bëritit i sa livdime ti kam anë vetë për 14 vjetë, edhe sa shamit kam anë. Tash vëgëritit ti me shku mi thonë, me që i kaq, sa livdime ke marrë prej met, edhe sa shamje ke marrë prej met. Edhe për një shamë, kjo se ka ken, a thu e mon 14 vjet livdime, që i kam ba heroin. Edhe sa sash që nështë ka gabu, se një 14 vjet që shkojnë deti të kujdi si gabon. Edhe dhe shumë mira me folë të trija bashkë, veç i tjallë me folë vetë. Edhe me thonë, a kene vërteta i kjo, edhe ko me u këzagu. Unë mendoj që ka ardhur momenti ju t'i harroni të gjitha këto.
Çka ka ndodhur për Tjetër. Nuk më intereson, edhe më shku me thonë, nuk t'intereson, nuk kurisen, ty s't'intereson, qatë ka bon se kini fol, ka thonë, s'ka thonë, nese, edhe e thot nërsa ke gabu ti, edhe ti thu nërsa me ka baj këtë, a kupton nuk i di se ke mund ka thonë për shanti, jo se të mëse i vesë, unë nuk jam as kushi, që me kush jam unë jam mizë, me kush jeti, edhe të tjeft një Shqipëri jetar, pushjetive nuk mund të shprehi për Zotin se po vjen si marrë se po duket sikur po bëj komplimente e po jam falso. Jam sinqert. Por jam drejta këtu te Sania. Edhe ti më shkoi thonë se çka kanë bën, a kanë të drejtën ata, njëta fëmijë, edhe jo, a di s'është diçka. A di që ishim në gjyqjen e fundit kena pas kë Ardiana Dautin, kena avokat. Që na kena edhe kena fitua. Edhe a ditën e fundit që lini konflikti i funit, po ta them drejtë se si është e vërteta. Tash çka kanë thënë kësaj? Një djalë Argjeti Maliqit, një gjun çun xhaxhait, se po ti them ka edhe me gjuhën tuaj, po ti kupton tani gjuhën se ti arrive kupton vetë televizor si një gjuhën ti kupton të gjuhën thella që unë nuk e di se si kupton. Bravo ti. Edhe më thot mund të sa më merr telefon thot 100.000 lekë thot do më nis thot merr 100.000 lekë thot e mirë jo fëmijëve, po të nor fëmia për Bajram tena. Edhe bëu fëmijëve çat dush, i çon xhajet. Edhe i thon vetë, po fatën, thot djali, i thon vetë Maliqit na kanë parë kuf, një bekteshim, as që thon bekteshim, edhe i thon Maliqit, këtë 100.000 lekë që alla, zami i qut zamiraj, pi marrim, këtu ka kanë fundi që thënë ai që thot ajo, nuk e di se sa. Edhe i thosh, po ishte 250.000 lekë, jep Maliqit 250.000 lekë, s'na bash që na se dojmë gjata me bortëm, kaloj mirë shumë. Edhe thon pjo blek, jep ja bën surprizë, se më tha patrona, ajo s'pjo blek. Pse s'pjo blek Eli, tha që bën shtrejta. Edhe thot, edhe këtë 100.000 lekë po. Tash një kujshi aty se pas ka komunikuar te pas ka qellu aty. Edhe pas ka marrë në telefon. Ka nisë të çon xhaja të vjerit, tanto të 100.000 lekë për fëmijë. Edhe unë tash merr telefon. Tash në për momentin që era sinqert, po jo nuk duhet dena grad me nën fëmijën për asgjë. Edhe më thot mu, a ka nisë zamir, unë doshim ja bën surprizë. A ka nisë zamir i gjatë për fëmia? Jo, pse kush ka thënë thash vet. Edhe gati sinqeshje. Jo më jo thot po ka marrë vesh. I thon Maliqit, po kush e tha kësaj thot vet. Pe kanë lihet ajo. Çfarë di unë thot? I thon hajt më se po shkojmë. Doshim të shkojmë blena, shkojmë blene, edhe më thon, edhe 100.000 lekë është, më 250 i shtumë na, edhe t'ia blem me fëmin. Kur në nesër shkojmë na kishim gjyqjen, vjen Ardian Dauti dhe thot, kur po shkon thot më thot, fjalën më të parë, pse rrenin thot më fjalën më të parë, ne ka thënë, pse rreni thot që nuk ja ka nor fëmia, nuk ka 100.000 lekë. I thash ti, s'kam nevojë për lekë thash. A din çka kam dash me bën? Ka tha, kam dash thot që kam blet thot te backstation e fëmijëve thash, se kam thënë na duhet më blet dhe kam shtuar. Jo kisha ble unë tha. Po mirë thash ti ke thënë, s'kam 350.000 lekë thash. I shtuam na 250, çfarë keq e ka? Asnjë fjalë ditë ta duam të betohem që nuk e kam përmend shpirtin djalit, kur as vetë përmes kur, dhe fjalën më të parë tha, atëherë ta harroni fëmijë se keni më pa më. E kuptoj që për konfliktet që kanë ndodhur. Mirë, e dashur Sanie, ne do bëhemi bashkë në kontakt. Unë ta premtova që do bëj të pamundrën të lidhem pas kujndave me ishnusën e djalit për të folur me atë zonjë, por për të folur edhe me një avokat që ju të keni të drejtat e takimit me dy niprit. Kështu që do mbetemi në kontakt, të falenderoj dhe të përqafoj nga Tirana. Duket sikur me manjall tosin, sikur me mi punu, edhe gjithçka një po të me të shka tjetër. Se ti e gazetare, ti, gjithçka të premtojnë ajo, ti me premtojnë gjithçka, unë do të rri besnike te momentat fundit jetës. Çfarë do të thotë ajo, çka kërkon një ta, unë ty ti premtoje veç ti bien fëmijë se unë do të rri besnike ty. Do në qoftë se më ofendon çfarë do të bëjnë, unë do të uli kryet veç ti bien fëmijë. Edhe ti premtoj në emrin tën çat mushet menja ty që kërkon ose me harroj gjithçka çka ka ken, edhe unë pasha kryete edhe se kam bën Allah hera pa që pe bëj djalin, pasha njët që kam njëtje, unë të qatë i thushti, sikur me kënë ti vajzë e mes, me kënë o deta që liku, se kam thënë me pasi vajzë, ti do t'i thushti, unë qa kërkon ti, për jo të kërkon, gjithë shka që të kërkojnë ajo, du me lani këtërar, du me bas, nuk do me himas, qatë dush, ti, mëri, dhe me thonë që sa ti sajna, ti pranëja, unë e ti pranëjt. Zonja Sanie, më beso, do bëj më të mirën e mundshme, të bëj një ndërmjetësim dhe të arrijet e gjitha kjo, të arroni të shkuarën dhe të kesh kontakte me fëmijën. Do mbetemi kontakt. Të përqafoj. Përqafoj shumë. Faleminderit tuaj Zoti pas me fëmijët e tani isha punë të marr e pushime të marra. Ja ka dëshmirë. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund të kësaj video. Unë ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Uroj dhe shpresoj që ishnusja e djalit të zonjës Sanie Çeliku të ndërgjegjësohet, ta marrë mesazhin që i zhvjerra i dha dhe të lërë dy fëmijët të takojnë gjyshen dhe gjyshin dhe të bëhet më e mira në këtë histori për të dyja palët. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe doni të jeni pjesë këtu në live modetën,
mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 ose më gjeni në adresat sociale, në rrjetet sociale si në TikTok. Kjo është adresa ime zyrtare në TikTok, ku çdo mesazh që më dërgoni mundohem t'i lexoj në korale. Më gjeni gjithashtu dhe në Instagram, mund të më shkruani edhe në Instagram. Kjo është faqja ime Instagramit, si dhe në rrjetin social në Facebook, aty ku jam më së shumti aktive, dhe kjo është faqja ime zyrtare në Facebook. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë të kanalit tim zyrtar, ku çdo paradite unë hy live këtu në YouTube me histori, me personazhe, histori të ndryshme shqiptare reale që vijnë jo brenda territorit të Shqipërisë, por dhe nga diaspora. Unë ju falenderoj që më ndiqni dhe më mbështesni.